Lista paraprake e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të 11 maj në qarkun e Lezhës të dy partive të mëdha politike ka vendosur emra të njohur dhe figura të reja që do të garojnë për të siguruar një mandat në kuvend. Sistemi zgjedhor i ri përcakton që 30% e listës së kandidatëve të jetë mbyllur, ndërsa 70% e hapur, çka do thotë se kandidatët duhet luftojnë si për votat e subjektit ashtu dhe për mbështetjen individuale të votuesve. Në listën e mbyllur të PS-s për qarkun e Lezhës pritet të jenë ministri i drejtësisë Ulsi Manja dhe Ermal Pacaj, të cilët sigurojnë automatikisht mandatin, ndërsa në listë të hapur pritet të jenë Admir Kadeli, Pranver Askana, Anton Xhoni, Klotilda Ndreca, Erjon Markaj, Besmir Kola dhe Marjeta Nela. Me këtë sistem të ri, gara pritet të jetë fortë jo vetëm me kundërshtarët politik, por edhe brenda vetë rallëve të PS-s, ku çdo kandidat do duhet sigurojë mbështetjen personale të elektoratit për të fituar një mandat. Edhe opozita e kryesuar nga Partia Demokratike është drejt përzgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në qarkun e Lezhës. Në listën e mbyllur të PD-s, të cilët sigurojnë automatikisht një mandat, me shumë gjasa do të jenë Agronxhek Markaj, Xhinxhoni dhe Elda Hoti. Ndërkohë lista e hapur përfshin emra të tjerë nga ky subjekt si Aleksandër Lala, Lindita Metaliaj, Kastriot Piroli, Marinten Doçi dhe Edison Doçi, ky i fundit si përfaqësues i Partisë Agrare Ambientaliste. Me këtë konfigurim, gara kryesore brenda PD-s do zhvillohet mes Xhinxhonit dhe Elda Hotit, Lindita Metaliajt, Kastriot Piroli dhe Aleksandër Lalajt. Lufta për mbështetjen e votuesve opozitar do të jetë fortë pasi sistemi i ri i votimit u jep mundësinë kandidatëve të grumbullojnë vota individuale për siguruar një vend në kuvend. PD synon të ruajë dhe të forcojë praninë e saj në qarkun e Lezhës, e sigurisht të ruajë përsinë me 4 mandate, ndërsa sfida kryesore mbetet ruajtja e unitetit dhe maksimizimi i votave brenda koalicionit opozitar.